Selamu alaikum. Të dashur miq, mirë se po takohemi sërish me emision Rruga e Ndriçuar, ku si çdo të ejtë duke filluar nga ora 21 jemi së bashku me ju miq të dashur, ku gjithmonë kemi hoxhën e nderuar pranesh, profesor doktor Shevqet Krasniqi. Hoxhë nderuar, selamu alaikum dhe mirë se ardhat. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Të dashur miq, duke i falendruar që jemi së bashku çdo të ejtë duke filluar nga ora 21 me emisionin Rruga e Ndriçuar, ku përveç pranë ekranit të RTI-s mund ta ndiqni në kanale YouTube dhe Facebook të hoxhës doktor Shevqet Krasniqi. Po ashtu mos harroni të inkuadroni përmes numrave 04622 0022, të shkruani pyetjet e juaja që hoxha të jap përgjigje, po ashtu dhe të na telefononi. Hoxhë nderuar, para se të pranojmë telefonatën e parë, ta lexojmë një prej pyetjeve që na ka arrit në redaksi. Thot, jam në moshën e mesme, ka 2 ose 3 vite, që kam marrë vesh që prindrit që jetoj me ta nuk janë prindrit e mi biologjik, me kësht trajtojnë, kam probleme për me u falë, me agjeru, për martesë, nuk po më lejojnë me ecë përpara me gjallënu, kam frikë, kam fillu më falë të friksohem prej tyre, çfarë të bëj? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. E falenderojmë Allahun e madhruar te bareke wa taala, salavat dhe selam pejgamberit e bekuar, shokëve të tij të nderuar, dhe të gjithë atyre muslimanëve dhe muslimanëve të cilët rrugën atij burrë të madhe kanë ndjekur dhe kanë trasuar derisa të kësaj dite dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj i madhi Allah të bareke wa taala në surët al-Ahzab flet për çështjen e birësimit në detaje, ku mesira thot Allah azza wa jalla ud'uhum li abahim huwa aqsatu inda Allah fa in lam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fi ad-din wa mawalikum wa laysa alaykum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'amadat qulubukum wa kana Allahu ghafurar rahima. Thërrini ata në emrin e prindërve të tyre, emërtani ata. E që është për qëllim, thuj filani biri filanit. Nëse është babajt i Hasani, mos thuj biri Hamzës për Hasanit. Pra, atribani njerëzit tek prindrit e tyre, tek gjaku i tyre, këtheni njerëzit tek gjaku i tyne. Mos janë rani njerëzve fisin e farën, që nën kupton se çështja e birësimit deri në zbritjen e këtij ajeti koranor, apo këtyre ajeteve të koranore të surës al-Ahzab, ka qenë një dukuri e njohur tek arabët para islamit dhe ka vazhduar edhe në fillim të islamit. Madje ka dërë saktimi Zotit ka qenë, kështu Zoti ka dashur, që edhe vetë dashuri i Allahut pejgamberi i tij sallallahu alaihi wasallam ta ketë bërë një veprim të tillë. Në fjallorin tonë të jetë e involvuar në një dukuri të tillë, e cila më vonë do të anulohet. E që është birësimi i njohur, siç ka qenë më herët, po dhe siç është sot në shumë vende të botës. Ku ky i bekuar, alayhi salatu wassalam, e kishte birësuar Zeidin, i cili më parë kishte qenë sklav, të cili kishte blerë Hatixha sa kishte qenë e vej. Në fakt e kishte porositur vllaun e vet, nëse del në treg dhe gjen ndonjë rob të mirë, shiteshin robët në treg, ma blen ndonjë. Dalaj, i merr disa për vete, e shef edhe këtë, e ble me para dhe e bjen, dhe thot Hatixhas, motër ta bleva këtë sklav.
Mija parët ka që dhash. Më vëndesh Allahu dhe Zejdi, këtë djaloshi i blerë, së sklavë, desh Allah dhe Hatijgja martua. Zejdi mbeti në Hatijgjen se zojtë të saj, e Hatijgja i adhëroj pejgamberit Zejdin, se është problem hidije, dhurat. E pejgamberi pas një kohë pastaj e birsoj. Atëherë kur erdhë babai i Zejdit me axhen e tij, pa dy vllazën erdhen nga qendra, nga Arabia qendrore, nga dyshull arabik qendra. Apo mesi nga dyshull arabik, erdhen në Mekë pasi që kishin dëgjuar se biri i tyre mund të jetë shitur sklav, treg pas tregu, deri në Mekë, madje. Arritën të kuptojnë se kush është pranari i saj, i tij, ai ishte Muhamedi biri Abdullahut, kështu i quajtur para se të jetë profet, pejgamber. Dhe ndodhi çfarë ndodhi, dhe ata e gjetën, dhe ata kërkuan të takojnë pejgamberin alayhi salatu wassalam, dhe në herë lavdruan atë gjyshin e tij, në fakt ata njifshin Abdul Mutalibin me za. Ne kemi dëgjuar se një familje fesnike, familje bojare, familje kështu dhe kështu dhe kështu dhe kështu. Dhe kemi dëgjuar se tek një sklavi quajtur Zeid bin Harith radiallahu anhu, ne jena prindrit e Zeid, unë jam baba i tij, ky është axha e tij. Halli është me na lirua të neve. Ne nuk kemi shumë para me të dhanë. Ju jeni bujar, mos na më shtrajt të blejmë djalin ton. Ja, çfarë është skllavëria. Pejgamberi i Zotit alayhi salatu wassalam, të sin Allah kishte gdhendur, edukuar. Ai vet ka thonë eddebeni Rabbi wa ahsana ta'dibi. Allahu më ka edukuar. Dhe më ka edukuar mirë. Forën më të mirë ka edukuar Allah, ende pa bërë pejgamber. Për atë krejt historia e tij, këtë biografia e tij, prej kur u bë me ditë, ai i bekuar, krejt, familjarët e afërt, rrethi, familjarët e largët, shoqëria, i tërfisi, të gjithë kanë folur fjalë me radhje për të. Ata nuk e dinin se ky njeri do të jetë nesër një nurë dhe një dritë, nëpërmjet të cilit Allah i madhruar do të ndriçojë miliarda e miliarda zemra të njerëzve deri në kiamet. Ata nuk e dinin se pritet së shpejti nëpërmjet të njeriu me zbrit shkëndijat qiellore në Mekë. Dhe prej Mekës pastaj më shpërnda këto shkëndija qiellore, ky nur dhe kjo dritë qiellore në katër anë të botës. Dhe më bërë ky njeriu më i dashur të një pjesë e madhe të botës, më bërë njeriu më i njohur, më i përcjellur, më i dashuri. Ata nuk e dinin se pe fisit të tij, të tyre, e pe vendit të tyre Mekës, do del një njeri i cili do t'i arritat shumë famën, fisit të tij dhe qytetit të tij, saqë nuk do të ketë në botë njeri musliman e jo musliman, që nuk do të dëgjoj për të dhe për vendlindjen e tij, për Mekën e bekuar. Pra Allah kështë edukuar, kështu atë të bekuar. E pjesë e kësaj edukate është kur ata i afrohen këtë ofertë pejgamberit alayhi salatu wassalam, ky buzëqeshi. Dhe tha jo, a bën që jepin ofertën e tjetër juve? A bën ju oferta ju qenë ka kja? Shetna, por mos na mbaj shtrejt. Pejgamberi buzëqeshi alayhi salatu wassalam, dhe tha, a bën të afroj unë një ofertë timen? Thanë, po, urdhëro. Çfarë ofertë keti? Zotëra ata nuk ishin të zgjidhje, sepse ata ishin vend huje, ishin pozicion jo të lakmueshëm.
Thanë, qëfar oferte kiti? Tha, oferta jam është kështu. Pëthirëm Zejdin, let vije. A nuk ishte në prezentat të Zejdi. Nëse ju zgjedh juve Zejdi, nuk ka nevojë për pare, pa pare va jepi. Se djali ju. Ama nëse me zgjedh mua, lene njerin rahat. Thanë, e ke folur të drejtën. Ke folë fjallë të mëdha. Fjallë të mëdha ke folë. Pejgamberi që dikën thërva Zejdin. Andës është e pejgamber. Andës është e pejgamber. Erdhe Zejd. Tha, o Zejd. Tha, urdhëra. Shikoj e mira, për një këtë, edhe këtë. Tha, po, kjo është baba jam. Po kjo agja jam. Shumë mirë. Zejd, je i lirë. Me zgjedh. Nëse dërë me shku me babën tënë, e me agjen tënë, urdhëra, me rritesha që ki gati, tua, plaçkat edhe. Shka të familja jote, të fiset. Ama nëse me zgjedh mua, të mnjeh mua kush jam. Tani, nuk ka logjik këtë dënia që mund ta perceptoj këtë moment kështu. Ndryshe pas që ta zgjedh babën, nuk ka. E vetëm ndoshta logjik mund të jetë nëse baba i tij e ka ndjekur me mytë, e ka torturuar si skllave, që herë ndodh, e pastaj o pendue, o përmallu se ka vlat, dhe vjen e kërkan. Për ndryshe në kushte normale, sepse atë qa kështë ndodhur, luft kështë ndodhur, jo luft, sulpi një kabile. Ky i bekuar kështë shku me nanën e vetë të dajt. Se tanë fëmijët që shkojnë të dajt me nanat e veta. Dënë Zoti, dhe kabile e dajve tina, sulmohet natën, se që kishe në Arabe tradit shumë herë, ku në mëngjes natën, para sabahut, se zërte se natën në problem, s'kualt nuk shohin para sabahit, ose devet nëse kanë mirë transportuse, e hynë, s'kut janë plajt njerëzit, dhe i sulmojnë fisin. Burrat i vrasin. Gratë dhe fëmijët ma marrën në rëbë, edhe plaçkat ma marrën qatë gjojnë. Dhe o shojtë, o shka për derdhë një fesë. 30 shpi, 50 shpi, jo shpi, po tenda, shotora, tenda, në peshket e tirë, në vend që aty ka ujë, hargjët ujë, kullosat, shkën e vend tjetër, shumit se fiseve kanë qenë kështu, për të në quajtur bedojnë e ndacak. Bedojnë e ndacak, të cilët nuk kanë vend banim të përhershëm, por enden, për një vend, duke kërkuar kullosa për baktit e tyne dhe ujë për vete për bakti. Dhe kështu nuk kanë qenë qarapt, kanë qenë e fiset të tjera, turqët. Kështu kanë ardhur prej, e shumë fiset tjera në azjatike atje, afrikane, shumë. Shkon një vend, dikur jenë met një vend dhe jenë shumë dhe kështu mëra. Ta shkojnë rati, ka fshit dur se gjonë babën, gjonë nanën, e kumë. Andaj, me tarë baba mas një kohë, me të lypë dhe me refuzohe, nuk ka kap truni letë. Zejdi pa kujtuar fare. Tha, për balë teje, nuk e zgjedhe kërkan. Baba e vetë, bira për din që e të vepru, që e të folë. Tha, po e di fort mirë. Me këtë njeri, nuk e nërej kërkan. Hiç nuk e nërej kërkan. Pejgamberi tha, a e patë? Po. Unë edha shëpet e një pranut,
kë nuk po do në ardhë, e që i bje lënë njërë në rahat. Ata dëtyrun me o këthy pa djalin e tyne. O këthy pa djalin e tyne. Që i ndra kilometra këshën arë. Pejgamberi o gëzu fort dhe që më i Zeidin shumë. Dhe nga ky moment, dolin në Mekë, dolin në Qabe. Dhe pëthët njerëzat në Qabe, o ju njerëz, prej sot dëshmoj juve se Zeidi është biri jam. E trashigaj edhe me trashigan. Dhe nga ajo ditë, Zeidin e thirrnin, Zeidi biri Muhamedit, Zeidi biri Muhamedit. E që i bje e birsaj. Pastaj bo pejgambere, pastaj kale periudha me kase, në Medinë pastaj, kërës bërë të këta jetë kuranore, Allah i madhruar e ndalemi këta jetë bërsimin dhe tha tashmë nuk ka bërsim, për ka vllazëri në Islam, jo bërsim. Pra bërsimi bu haram deri në kiamet. Dhe këtë gjare kam të rëguar në detaje në librin Suratul Ahzab, të cilin edhe kemi promovu në Ramazanin e kaluar, ku rrafehet të rëgohet këtë gjarje, të rëgohet biografia e Zeidin në detaje, i cili është i vetmi sahabi, shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i përmendur me emën në Kur'an. I vetmi se se gradaj Allahu. Edhe zhodhi Muhammedin se është e pejgamber. Allahu e ndëroj. E bëri për të parëve që pranuan Islamin. I dyti i treti. Khatidja, Aliju, Ebu Bekr Zeidi. E bëri të vetmin sahabi të cilën e përmende me emën Kur'an. Pra bërsimi është haram. Tamam, Allahu e anulej. Tani ky vllau e ka kuptuar se se ka babë nan, për është i bërsuar. Te ke kuptu për ata të nuk kanë të regu. Tash i rrit. Dhe dohet me të regu atyne. Apo me të regu aty se të pedin. Me të regu se të pedin. Me thonë, në kam marrëvesh. E kam kuptuar. Ju ma kënim shef. Që jam biri ju. Hak ndaj meje nuk keni. Hak ndaj meje nuk keni. Me këni rrit, me këni dha me hangare me pi, bërë që nuk e keni pas, faleminderit për juve. Të mira që ti kanë bëthi faleminderit, të këqia që ti kanë bëmë, si ja përmen njerëzve. Sepse njeri ju edhe prindi, përse prind biologjik, kanë revladet vetë më një nëmërën dësat këqia, për shambull thot, më ka rej faje pa faj, për shambull. Sa ti duke që ka rej pa faj, të zombi. Andem, se përmend këqijat, përmendja të mirat, unë e eduku, unë e dha me harve, unë e strehu, ku mund të përfundu në një familje tjetër, zëtë dhe që ka ishë bo me mu. Faleminderit shumë, më ndaj me e bërsh nuk keni. Nëse më lejeni me jetu në dhe sa të forcohëna pak, apo dhe të bëj kushtet e mija, mirë së më lejeni unë e dalë. E ku të me më zote ati kushën. Të mira se jam harraj, o jam mërë një për jetë. Nuk më keni birë biologjik, por më keni vlla. Edhe djallë tuajin në kuptim figurativ. Edhe nuk do t'ju harraj, do të përpiqem, t'ju gjindem, t'ju ndihmoj, sa që më qallë. Kaqë. Allah shpëlef, thotë ndëruam, kemi një telefonat në linje, na falin që keni prit. Selamu alaikum. Aleikum të na. Faleminderit që na keni telefonu, keni pyetje për hoxhën. Po, unë kom një pyetje. Hajde, bismillah. Dem për guajëm spital, jo, unë atuat me i falë, dem për tia, atuat me i falë, me tunet, me talë, me qitinet, me talë të qitat.
a mjaftot vetëm daltin? Unë s'dëgjova mirë herë. Dhe bët ku i spital, jo? E në a lejot me ku falë vetëm faltin, kinetin me e kalu, vetëm Po, domethënë pyetja juve është, vëlla, pyetja juve është kur je në spital, a lejohet me fal vetëm farzët, apo? Bë, Faleminderit shumë, Allah të shpëleft. bë, e në një pyetje, Po? e në kur gam për në matin e të pau, e në unë, e në unë, tym, gam në matin e të pajk, unë e bëj alamin e ama të mal abdete atu Ka ikë se ka thirrë me internet atëre hoxhë. Pyetja ishte kështu, në spital kur jemi a lejohet me fal vetëm farzët? Farzët lejohet me falë edhe në spital edhe jashtë spitalit. Dhe fundja ne jemi të urdhëruar të falim farzët. Dhe farzët janë kryesorja. Sunetet janë plotësuese, janë sunete për ata që quhen sunete, e sevapi është i madh, nuk diskutohet me falë sunetet. Por në raste se kurse në spital që cike ky nderuari, ku robi zakonisht është pa qef, se në spital është i smut, i shnoshi, nuk shkan. Pra përshëndeti nuk është mirë, apo është shtëpia, po nuk ka përshëndeti mirë, apo është i lodhur, apo përshëndeti është i dopt, ka angazhime shumë, nuk prishpun nga një milan sunetet. A nëse përshëndetit dopt dhe me zë që falet, fali farzët. Për ata u themin nga një herë njerëzve të cilët janë të smut, janë bu operacion, apo kanë dhimbje, apo kanë ndonjë smundje kronike, e cila vazhdon se smundja e kancerit, Allahu na ruaj. Aty në për mja u lehtësu, duhet të themi, faleni farzët, fali veç farzët. Madje, bëni farzët bashkë, drejke i qindi, ndash në kohën e të drejkes, ndash të i qindis, kur ta ndihesh veten me lehtë, por ka 4 recate dhe bën edhe akşam edhe yatsin bashkë, ndash në kohën e akşamit, ndash të yatsis, 3 recate akşam edhe 4 yatsin, pa i shkurtu. Kur është rëndë smute, si po s'ka takat, s'ka fuqi, ka dhimbje. Andaj do të mirujt farzët e milan sunetet. Ama farzët dohet me i falë. Po. Shkojmë me pyetjen e dytë, sa mujtë me këtu se unë ndërprej linja, namazin e sabahut, jemi të mora vdes edhe në nxan lindja e diellit. E falëm kur të arrim të falim. Edhe nëse në ka zanë lindja e diellit, edhe nëse është lind, edhe nëse ka lind, edhe nëse është pak para se me lind dielli, kur të na dalë neve gjumi, ne shpejt me vrap marrëm abdest dhe me shpejtësi me vrap hymë në farzë, jo në sunet, dhe falem me farzën. A nëse veç ka lind dielli dhe ngriti dielli në qiell, ngriti dielli, nuk e që ka mugut, keme vrap është nëse është të lind. Po nëse ka lindur, atëra mësë ngot, rrabdes ka dalë, fali 2 recate sunet, e pas të fali edhe farzën. Kjo gjithmonë nëse nuk të ka dalur gjumi me kohë, pasi që i ke marrë masat, i përpjekur më zgjumë, e ke lanë në orën me të thirë, se zakonisht që e lënë robi orën me thirë, me zgjumë. Por këse radhe dështaj,
nuk rriti punora. Dhe të doli gjumi tyje të lindë dielli. Dielli lind ora 6, ty doli gjumi në ora 5, 6, 10, 6. Që tash ty të bëhet farz me falë sabahën. Del gjumi në 6, bëhet farz me falë sabahën. Ani pse të lind dielli në 6. Të del gjumi në 6:30, në 6:10, në 7, bëhet farz me falë sabahën. Që të rëki farz me falë sabahën. Po e shtyve qëllimisht mëtej pasi që të del gjumi, e takana me fjet, edhe ke nevoj me fjet, edhe thua, ka këna vanu, se ka këna vanu, me kohë, pas ka i koha, me kohë, pas në mujtë me falë, atëherë pra, po fledh një orë, e pas e qohën e falë, që tash e prishe krejtë. Po, tash e prishe. Deri që tash nuk pate gjëna, që tash hynë në gjëna. Sepse hadith është i qartë, namazin me falë, kur të del gjumi, apo kur të bie ndërmend nëse ke harru. Pra, nëse ke harru me falë namazin, e i qindiz, dherë se ka hi akshami. Të falë akshamin, për shambull, të bie ndërmend për i qindi. Thonë, ku pas ka ikë, po nëjse, hajtë se falë dikur natën. Që tash e prishe. Jo natën, po që tash ki me falë. Kur të bjerë men. Men nama an salatin o nësijeha, fel ju salliha idha dhakraha. A i cili flenë dhe nuk del gjumi për namaz, apo harën me u falë, le ta falë namazin, kur t'i bie ndërmend, respektivisht kur t'i del gjumi. Tamam? Hoxha nderuar, shkojmë me një pauzë të shkurtër dhe rikthehemi sërish me emisionin Rruga e Ndriçuar. Të dashur miq, mos u largoni, rikthehemi pas pak. Selamu alaikum, të dashur miq, jemi rikthyer me emision Rruga e Ndriçuar, ku jemi si gjithnjë me hoxhën e nderuar profesor doktor Çevdet Krasniqi. Të dashur miq, mos harroni të na shkruani, të na kontaktoni numrin kontaktues 0462200022. Kemi një telefonat në linjë. Selamu alaikum. Alo, selamu alaikum. Alo? Hoxhë e nderuar, selamu alaikum. Aleikum selam. Keni pyetje për hoxhën? Ju përshëndes juve në studio, posaçërisht e përshëndes edhe hoxhën. Faleminderit. Kam një pyetje ose s'po di ç'më thonë një lloj shpjegimi për hoxhës për du. Kam një rast në familje, kam dajën edhe grën e dajës, ju konë haxh. Edhe kur ju kthy prej haxhit, daja i ka thonë nësës dajës se nuk i drejta me ndu shamien. Qysh je konë para haxhit, do me thonë edhe mas haxhit kemi vazhdu qashtu njëjtë. Edhe fëmijët ja kanë bot njëjtën send, i kanë thonë që s'ki drejta me ndu shamien, se so shkurgjo. Unë po du me pyet hoxhën se qysh me vepru ajo edhe kush e ka gjuna këtë rast. O kanë haxh, gruaja me burrin kanë haxha? Po, bashkë më konë të do. Kur o këthy burri për haxhit, i ka thonë grus mëse më nësh heqa shamin. Po, qysh e konë para haxhit edhe mas haxhit Ty bën koka në mena heq, kënë tokë të bukës nuk ka kaj. Që ta dashna me kjarcu edhe mësën e dajë, se dhe me Ty bën kiqa qaran se kjo qarune është si kurse hanan 15 qenë e sajna. Aj kënë tokë të bukës, ty bën koka. Asë në pas ka dit, aj ku ka shku, asë pse ka shku, asë që ka bo. Falenderojmë për telefonatën. Faleminderit, selam aleikum. Sepse me dit aj ku ka shku, e ku o kanë, e për çka o kanë, jo që nuk e qëtë atë fjallë për i goje, zëtë më se birë, po aj kanë, veç që ka nuk qëtë gjak për i syve.
Për kohën e kaluar që ka humbur këtë këtë. Për në veçanti nëse ka ndaluar edhe më herët me qitat shambi. Njeriu i cili shkon në haxh dhe kthehet më keq se sa që ka shku, ai ka shku katën haxh. Ai ka shku katën haxh. Tani nuk po themi që se ka kry haxhin. Nuk themi një. Që s'kan thonë ulemat kështu. Por, prej që ati haxhit, hajrë nuk ka. Sikur se dikush i cili agjeron. Amo sen nuk ndryshon. Kthehet qaj që ka qenë para Ramazanit. Tani ne nuk mund të themi se filani nuk e ka la borxhin e Ramazanit. Por themi se për shofum dhe për kuptojmë që Ramazani s'ja ka lanë sen. A thot populli kështu? Shumë thjesht, që ti Ramazani s'ja la sen. Këti tjetërit as qabja nuk e la. Pra qatë zemrë ka të smut kë, sa që s'ja la Ramazani, ma di as qabja nuk e la. E që wallahi, qabe kanë të ndaluar me hiju besimtarët. Veç po ta këshin të lejuar. Edhe ju besimtarët, me i marrë me qënë qabe, dëshmën të dinit. Komunistët e ateistët më të mëdhej. Militant të Enverit, e Stalinit, e Titës, e Leninit. Me i konquën, me pas mundësi me qënë qabe, pritet shumë që ata të ndryshojnë. Nuk themi të bëhen musliman, sepse Islam është në dorë të Zotit. Allahu dhe zënë kanë dënë, por themi se kanë me ndryshu. Nuk kanë më këthy që kanë shku. E lërë më, një musliman, e thët vetë musliman, shkanë në qabe, e thët grosë nuk e më vlu. Andaj dhe vjen gjëna, dhe dhimet e i person, i cili është në këtë situatë, në këtë gjendje. I ngjajshëm me te, që se ka plot, nuk ka veç kë, i ngjajshëm me te është ai i cili thotë lash rakinë, lash birrët. Shkanë në haxh, kur kthejt për haxhit, e shet për birra, ose shet birra, lokalin e ka, marketin e ka, shëtorën e ka, shet birra. Ti e kanë haxha? Ti në haxhë kanë? Jo, ty. Më shëti turist, po. Por, për ibadet, jo. Jo, pasha një zët, jo. Tja i garë me feja? Tja këta që dhe zotë me në mashtrana? Se mashtrana halë kanë e thonë, jem haxhi, hejmë kanë haxhë. Tja, për me ndonë që edhe Allahun e kryusin e mashtrana? Tja po talësh me dinë, po talësh me zotin e kësaj feja? Po dhe veprime i dhujtarët, paganët e Mekës nuk i kanë babre. Për shembull, paganët e Mekës, dinarin, ata kanë pas dinar, se na që kanë pas dinar. Dinarin, haram, që kanë ditë që është haram, rëshfete, me komate, me mashtrime. Ata kanë ditë që nuk është dinari paqët. E kanë ditë. Që dinar nuk e kanë shtirë në qabe. Po thënë, ja, veç me dinar halal. Nuk bën, s'na pranë Zotë. Ndërsa, musliman të sot, dhe thënë veti musliman, këto që shku në nëmre, shku në haxh. Me qa shku në haxh e nëmre? Ku ka marrë pare? Po, marrë, qërë marketit madhë ka. Qërë marketit tina, raftin, 25 metra me raki, loj, 50 lojsh alkohol. Qaj prenari që ti në shku në nëmra, në haxha, po qaj. Qaj shku në haxha, në nëmra, po ty, beba di hava, shku gjithë ditë.
në veçanti kur kthehet të vazhdon të njëjtën. Sikur se një herë shkova tek njëri, më vyket diçka për një farë lokali, edhe unë se kësha patë më herët. Edhe ai që më qej aty, tha vetë se ka arë pe i Mekës, pe i Omrës. Ai në qef, më tregu mu që në ka pe i Omrës, thash kush ka pe i Omrë? O në tha dem këti para pak ditë, këti e ka në Omrë, po. Kur hinon në kaltina, të më shkemenja që jenë këtë farë kafenet e natës që unë se më hinë tu, po që jenë kajtë që ka me alkohol. Thash, ti e kam, nëmre, po jetë type. Tha, po type, thash, jetë type. Ti nëmre, ja, as të se ke po. Jo, pasha, zotin, ja, billahi, ja, as të se ke po. E që bje fizikisht ti e kam. I fizikisht ti e kam. Pas ka kryu punë të ja, se shku bët dihave, shka sa du, shkur gjithë zotit. Tja, s'peshe vjetën ku më shtini mu e ku koke ti me që ke fitu denarina? Ja, mërja, s'kan ke punë kështu. Pra ka kësi njerës platë. Tani, nga ona e këtyne, nga ona tjetër e kësaj motrës, kjo dohet me thonë burrit edhe fëmijëve. A din çka? A bën ju mos më lodh mu heq? A bën ju mos më lodh mu heq? Se vallahi, njet nuk e kam me ju vetë, edhe në hipshin qilën e dynjas, e zbrit që poshtë. A më të vesh aja? Unë fëmijë nuk jam, as në usere nuk jam. Ka kohë më bëj gjyshe, ose jam bëj gjyshe. Ka kohë me dek, unë më nej për varë. Kur, për këtë qështë më së më falni? Kur? Unë jam e lirë, e meqme, për veti, më s'kosha për juve. Me vend, unë di dhe kam të drejtë, me vendosë. Kush jete që më thëmu s'ke drejtë? Ti kush jete? Po kush jete që më thëmu nuk jete drejtë me vënu shaminën e? Sigur se njëti bije kja, s'ke drejtë më falë, pe kujna. Pe kush kete që ma të cëna më kete drejtë? Pra ti jaj që me drejtën më nalë drejtën a? Kush jete? A nuk nalesh me kujtu vetën pak? Kush je bre ti? Jam burret. Ti zoti jam si jenë kësh burrja. Ti zoti jam nuk je bre. Ti zot nuk je bre. Ti këshyr vetën e herën pas këshyr. E tu të Allahut na i tro. Kush je ti zotni? Ti në kësh burri jam nuk je zoti jam. Burri jam ka të drejtë mund punë të dynjas. Ka të drejtë punë të dynjas. Sahi. Edhe do të angaj burrin për punë të dynjas, edhe nëse mua nuk me pëlqen. Sahi. E vërtet, por jo në raporte me Zotin ta. Më thonë më burri, më së falë. Unë valla isha falë për së vlen burri. Më sa gjëra, ty bëne qef këma gjëru, për burri jam së mlen. Më së mlen. Shumë ka qef më mlu, për burri së mlen. Jo, ty ben për veti burrin, as nanën, as babën, as kërkën, se as një me mund varë nuk hinë. As pas pare burri nuk jep që i dës gruja. Bile këzot me i degë, po aki se me rrit tjetër. E ti pe hub gjenetin për burë. Kujtau mirë, pe hub gjenetin për burë, jesë pe hupi vallahi gjenetin. Wallahi nuk pe hupi gjenetin për kërkën, këtë dynja le të mqesin sakak. Le të mqesin në sakak gjenetin për insan këtë dynja nuk e hupi. Zotin tam nuk e hedhrej për hatër tas kujt këtë dynja. Sepse një jetej për Zotin nuk jetej për burr, as për gru, as për babë, as për nanë. Andaj kërkohet një vendosshmëri. Dhe burri, ndasht me jetu me kru, jetën mos dashlet ndahet, ka gra ball. Pa, le të ndahet.
paskar koha më nda, më pëndahëm zotni, ama unë e shami ka me qitë. A morë vesh, edhe ke kujdes, se pashan një zëtë të thire policin në burg qaj. Ke kujdes. Ke kujdes. Për më pas më gru, me ka në gru e jotja, shami ka me qitë. Për ndryshe pas ka arda kike, me o prish, edhe më nuk zënë dhe më ta me i. Fon, jo Maria, një shpirt e kena na. Ne kem një shpirt. Gjdo minut, e gjdo natë, ka mundësi me dhanë këtë shpirt. E nuk vjen burri, e as groja, me ty në varë. E as në ditë kiametit, nuk thot të Zotë, në po dënona për ta, sepse unë jam ai që se kam lanë, me u falë, me agjeru, me shku në xhami, e tjerë. Allahu na ruajt, ja Rabbel Alemin, Allahu ta udhëzoft, e udhëzoft atë burre, atë fëmijë, tanë neve, gjithve. Kemi dhe telefonatën e fundit për sonte. Selamu alaikum. Selamu alaikum. Aleikum selam ve rahmetullah. Keni pyetje për hoxhën? Selamu alaikum për ju edhe për hoxhën e nderuam doktor Shefqet Krasniqin. Allah ju shpërbleft me të mira. Amin dhe juve. Deshta një pyetje për hoxhën. Po urnoni? Jo më bëm marak që s'di sa ku po i gjoj dosane rrëdh shpije. Para një 2 muj dite kom gjetë një kese me do eshna, me do krejt, do farsane shumë dyshimta. Apo din? Edhe qita është para një 2-3 dite e kom gjetë një kese me do kafe, i shkone qilme, do farsane është mrena kështu, do farsi pena, si shka po di gjohë, shumë çuditshme. E deshta me ja bun qitë pyetje hoxhës, çka mundet me konë që kjo, se po më bujnë dyshim rrëth shpije. Faleminderit. Edhe tjetër nuk kam, veç që ta, selam aleikum, Allah Aleikum selam ve rahmetullah. Pra hoxh, për sonte ishte telefonata e fundit. Allah të rujt, nuk e nevoj më bo marak, këtu e në 2 mundësi. Mundësia e parë është, e ka pru ndonjë hajvan, ka mundësi. Në fakt 3 mundësi. Mundësia e dytë është, ndonjë njeri të që bërlogu, që qëna bërlogu, dikun, nga mëse edukata e ti, apo nga që të futën pash, pa nga pak deshton edhe nga nështë a i nati ka pak, ta ka, ta është dikush kërka i nati, vëllin e bërlogja gjunë që aty. Po se din njerëzit me pas ka farë, o rejti kësa farë, din me pas njerëzit. Edukata në nivelit të bën vepra tullta. Se për shembull nëse një grua, po dhe burë për zakonisht gratë më shumë, sepse atë kujdesin për pastërti, veç e qelë dherën balkanit, e gjumë për balkanit ka të 2, 3, 5, kesin me bërllak poshtë. Tash s'mu në thua asaj që është qëllim keqe, dasha keqe. Po edukata ajo zërë është. Ajo ma shumë edukat ka një hajvan nahër, ndoshta nahër, shtallë, se që ajo. Ajo për edukata është zërë. Edukata. Andaj, s'ke dhe të me dëru njerësit. Dhe dhe të me punu me eduku. Pra të onë, po të isha kryetar komune, prej pikave që kësha vendosë, se të pares nuk marrë bëna gjene që në bë Prishtinën, por për 5 vjeta, se 4 sash mandati, ja të kësha eduku që ta njerëz. Mos me gju kush je pe i naltit, po më tut, edhe një letër mos pe bjen pe gjepit në tokë, më tut, se kërset 100 shja me një herë 50 që. Jo në mandatën e dytë nuk shka kanë ditu. Aja, sa ta kësha mush
kamera Prishtinën. Edhe ta shumë kësha propagandu, kësha bo marketing. Kush e lemron dikend, e fotografon dhe e qënë, me fotografi, që dikush e gjujti edhe një qebab cigare, që thëjnë si cigare? Që që thëjnë? Dy, Benedikt që thëjnë. Kush e reklamon, kush e fotografon dhe e qënë, i ka 50 euro dhurat, se i pagunaj. 50 i ka. Nëse qënë 10 fotografi në ditë i morë 500 euro në ditë ti. Dhe ku me qitë në gazet me shpërbly. Kur ti bësh 500 euro në mi, tani edhe në komunë edhe në tjepje 500 tjera ti jetë qytetarin ndershëm. Mënyrë që ai mututet pe hijes të vetë. E me qitë atë në YouTube, me qitë në për gazeta, me qitë internet, dhe me poshtruhe me pështy halko. Gru qoftë apo burë, dhe të marrëft zoti. Ti je filanja, që gjumë për logën për katët katëra, të marrëft zoti, të marrëft. Qëfarë dhe kate këti? Ma zënë me që lumësusa jo. Këta që është një tube. Po, në punë se, zyrtare, a janë? Se këtu pe tarabore se prej atje gjikis hanët e nuk vinë këtu. Shtë tonë tje, shqiptarë. Ta ti kësha eduku. Mënyra me mirë me eduku është kërsitja në gjep. Në gjep kërsitja, fort! E tani mbledh mengë. E dikur ma sa ne thëtë, zote më shërot filanin, se na ka eduku me zarë. Se na ndryshë nuk ishme eduku. Po, se fëmija një babën e vetë të cili ku të janë vegjele o rejnë, dhe veç baba jonë për na bërtet për na rejë, këta tjerë kërkushja. Po kur të rritën pas taj, mas 20 djetë, dhe baba ju vdes, thëjnë Allah e pas më shuru babën tonë, për i mira ka, na ka bo hajrë. Na ka bo hajrë sa të këna dalë fëmijët më të edukuar në lagja apo këtë katunin. Pra ka mundësi dikush e gjumë për login, kështu. Dhe fundit, ka mundësi një me dikush dhe në bëjt diçka keq, po të mëse pa marak, as për ata. Ka për thuj, eudhu billahi, mina shejtanë rëgjim, eudhu billahi, mina shejtanë rëgjim, eudhu billahi, mina shejtanë rëgjim, dhe ka për gjuje. Dhe mëse pa marak për këtë punë, sepse njerëzit bojnë gjeshtë të tila, dikush të gjunë të shpija, këta ka lanë rrugë, kë me qenë hala ma dasha keqësh, edhe në fjallë unë falë shprej, ma kopeli për dorin populli, ma kopeli bjen ma dreqë, apo? Pak ma sharë, ma sharë pak. Spodija për të ngla në ratë. Jo i në gji, po ka drëshë në lëk ma shumë. Ta spodi qysh më shprej. Po këtë fjallë për dorin populli jonë, ta gjunë, mrena. E tani, kur qojnë sabati, bosh marake që më ka bëjë dhe vitë, aty bënd të ka bëjë kërësan, po vështë donë për me të shqetësu ty dhe familjen tane. Kaq. Allah në arruj për njerëzve të legë. E na vetë disoft, e na udhëzoft, e na përmirësoft gjantjen tonë. Amin. Hoqë, Allah është shpërbleft. Edhe ju. Faleminderit për kohën, për këshillat, lutim Allahun xhallal xhanahu të shpërblej për mundin dhe kontributin. Të dashur miq, ju falenderoj për vëmendjen, lutim Allahun xhallal xhanahu të na shpërblej ne hoxhën dhe juve që jeni gjithmonë me neve. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje, selamu alejkum.